Pelaj tha ç'na bën raportet. Kinën e revolucionit kulturor, në kinën e revolucionit kulturor, ka pas një libër të kuq që kishte Mao dhe lexonin gjithë atë libër. Në Turkmenistanin e sotëm është një diktator atje, lejon vetëm një libër ai, librin që ka shkruar vet. Pra nëse ne do lexojmë librin e Zotit Rama, Kurbani, dhe atë do ta mbajmë si Bibël dhe Kur'an, dhe nuk kemi nevojë të lexojmë raporte ndërkombëtare, se nuk po themi këtu të opozitare, se ato s'po i marrin parasysh, por raporte ndërkombëtare. Atëre, po mirë, dakor, ti mos lexo raporte, unë i lexoj raportet, por nuk do zgjidhim gjë. Po ideja është tani ne diskutojmë. Që raporti të bëjë zgjedhje të shkruajnë ato që shkruajnë ndërkombëtare, të cilët siç e tha zonja Felaj, kemi marrë si arbitër, kemi marrë si arbitër, dhe ne nuk i dëgjojmë si arbitër, megjithëse ata në kompozicionin e tyre, siç u tha, janë vetëm majt, vetëm djath. Atëherë ne këtë do dëgjojmë. Do dëgjojmë vetëm zotin Rama. Atëherë okay. Ka disa gjëra që s'mund liderin që kur lexojmë peizazhin politik në raporte kemi panoramë shumë të qartë. Nuk je pas një lloj efekti. Pra do nxjerrë një debat shumë të mirë në Asamblenë Parlamentare, në Parlamentin Evropian, do ketë raport. Presim dhe progresi raporti. Në javën tjetër mund të presim. Progresi raporti është shumë i thellë, ka gjëra më teknike, zgjedhjet patjetër do jenë pjesë aty. Dhe teknicienët e progresi raportit mund të jenë edhe më të saktë në disa analiza se çfarë kanë bërë. I keni parë zgjedhjet, i keni parë statistikat në Serbi, i keni parë statistikat në Serbi, del opozita, lista studentore. Lista studentore del me 15 pikë para Partisë Vučićit. Pra një listë studentore e cila ka mobilizuar njerëzit. Sjellin procese po jo zgjidhje. Unë jo më kohë solla Lamberto Zanieri i cili tha çfarë na thonë ne e verifikojmë, nuk e hedhim në raport. Dhe këtë ka thënë në 12 mars. Qytetarët grek dhe qytetarët serb në raporte të tilla, në raporte paralele, raporte jo kaq ndoshta influencuar për zgjedhjet, ata u ngritën dhe u mobilizuan dhe 100.000 veta u mblodhën në shesh në Athinë dhe në Selanik dhe në Serbi, del 15 dhe në 20 pikë para lista studentore, nuk është ende parti. Në gjithë sondazhet vetëm nga mobilizimi i raporteve dhe njerëzit duhet të gjejnë raporte dhe njerëzit duhet të ndërgjegjësohen Anita, këtu kemi bërë do ta bëni prapë mbas. Dakor, le të dalin. Zonja Felaj, e di si është protesta e shqiptarëve sot, pasaportën në xhep dhe rrugëve të Europës. Meqense ju pretendoni që protesta, s'ka ngelur njëri të protestojnë më. Nuk është edhe kjo kështu, kjo pjesa e shqiptarëve që shkojnë. Po keni humbur 15% popullsisë. Ju kanë ikur ata që protestojnë me statistika dhe që merren me demografi, e kanë sqaruar shumë mirë që pjesa e shqiptarëve që largohen jashtë shtetit është ajo pjesë që shkon për arsye të shkolluarit. Dhe të shkosh, në 15% e popullsisë. Ata me gomone nuk ishin për këtë punë. Megjithatë shumë faleminderit zonja Felaj, ju falenderoj shumë që ishit. Unë jam e prirur të dëgjoj ata njerëzit që merren me statistika, sepse ky është pozicioni i tyre dhe ata nuk kanë gjë politike. Po gjithë merren. Dakor, nuk e kemi ne shansin e 50%. Ka dhe njerëz të tjerë, që janë sigurë kusht dhe ka partia njerëz plot, po problemi është që nuk është bindës. E vërteta e shqiptarëve që largohen jashtë vendit. Jo, po ka studime për këtë. Shumë është e gabuar se keq informojnë. Ka studime të rastës tregojnë qartë për çfarë janë shqiptarët në vinjet. Po ti mjekët, po ti mjekët. Çfarë mjekët? Student janë. Për studime mjekët. Ata që kanë me gomone ngritë çfarë? Dhe elektricitet. Të nderuar teleshikues,